Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju ecën gjithmonë ters, mbani këto 5 gjëra në shtëpi dhe do të keni fat dhe pasuri. Çdo objekt në shtëpinë ton mund të tërheq ose të largoj fatin. Sa më shpejt që të jetë mundur siguroni që të vendosni këto gjëra në shtëpinë tuaj. Do t'ju ndihmojnë të gjeni lumturinë dhe mirëqenien. Por cilat janë gjërat të cilat tërheqin pasurinë dhe paratë tuaja në shtëpi? Shumica e objekteve kanë një energji të fortë dhe njëkohësisht me ndihmën e tyre ju mundet të tërhiqni para dhe fat. Këtu ne do t'ju tregojmë gjërat që duhet t'i keni me patjetër në shtëpinë tuaj. Mjalti. Që nga fëmijëria, delikatesa e mjaltit është e njohur për secilin prej nesh. Megjithatë, ky produkt është i rëndësishëm jo vetëm për cilësitë e shijes dhe vetitë e tij të dobishme, por gjithashtu edhe për forcën e tij të veçantë. Edhe duke parë pamjen e tij mund të themi se mjalti është një simbol i pasurisë, që mund të jetë një simbol i pasurisë. Shpërndajeni atë në mënyrë të saktë në shtëpi. Blini kështu mjalt natyral, të freskët dhe pa papastërti. Pastaj, vendoseni mjaltin e lënë në qendër të tryezës së ngrënies në mënyrë që çdo antar i familjes ta provojë atë. Pas përdorimit të mjaltit, largojeni. Pas pak, përsëriteni ritualin. Asnjëherë mos e mbani mjaltin e prishur në shtëpinë tuaj, kështu tërhiqni varfërinë dhe largoni fatin. Kristale shkëmbi. Kristalet kanë një energji të fortë, të aftë për të tërhequr fat të mirë dhe begati në shtëpinë tuaj. Forca e tij kryesore nuk është aq shumë në tërheqjen e pasurisë se sa në ruajtjen e saj. Forca e tij kryesore do t'ju bëjë që ju të shmangni blerje të pakuptimta, si edhe të kurseni paratë tuaja nga hajdutët dhe mashtruesit. Për t'i dhënë kristalit shumë forcë, vendoseni atë në prag të dritares. Kështu drita e diellit do të lartësojë vetitë e kristalit dhe për këtë arsye, jo vetëm që do të tërheqë pasurinë në shtëpinë tuaj, por do të bëhet edhe talizmani juaj. Një gotë me ujë. Cilësitë energjike të ujit kanë qenë të njohura për një kohë të gjatë. Besohet se është në gjendje që të perceptojë dhe madje të transmetojë çdo informacion të marrë. Prandaj, shumë rituale kryhen me ndihmën e ujit. Këto përfshin ritualet për të tërhequr fat dhe para. Për të hapur fatin, juve do t'ju duhet një tas me një qafë të gjerë. Vendoseni atë në pjesën perëndimore të shtëpisë tuaj, në një zonë pasurie. Uji humbet vetitë e tij, kështu që duhet të ndryshohet çdo ditë. Filli i kuq. E kuqja është një simbol i mirëqenies, prandaj fijet e kuqe shpesh përdoren për të kryer rituale monetare. Për të tërhequr kështu pasurinë në shtëpinë tuaj dhe njëkohësisht për të krijuar një pozicion financiar, mund ta bëni me ndihmën e një lëmshi të kuq. Është e nevojshme për të blerë një lëmsh të kuq dhe është e dëshirueshme që ta paguani atë me monedha. Kur të shkoni në shtëpi, lëshojeni atë dhe më pas mblidheni me një shkop të vogël prej druri. Mbajeni atë nën shtrat ose në pjesën perëndimore të shtëpisë. Monedha të verdha. Ngjyra e verdhë e monedhave simbolizon pasurinë. Mbani të paktën një monedhë të verdhë në shtëpi dhe do të jeni përherë me fat. Situata juaj do të përmirësohet. Ky argument përdoret shpesh për ritualet, por edhe në praninë në shtëpinë tuaj do të sjellë një rezultat pozitiv. Merrni një apo më shumë monedha të verdha dhe vendoseni pranë dritares. Drita e hënës do të bjerë mbi to. Lëreni aty gjatë gjithë natës dhe në mëngjes fshiheni në një vend ku askush nuk mund ta gjejë. Kështu ju do të forconi energjinë e tyre dhe kjo do t'ju ndihmojë që ju të tërhiqni pasuri.
Monedat për të shpenzuar nuk duhet të përdoren. Për ju që besoni në disa supersticione, ja disa gjëra që duhet të mbani në çantën tuaj dhe kështu do t'ju ndjek fati i mirë. Bëhet fjalë për nuse pashkën në formë mbajtëse çelësi ose bizhu dhe hudhrën. Nuse pashk. Disa njerëz besojnë se nuse pashkët sillin fat të mirë. Përveç se sillin fat, nuse pashka supozohet të jetë një sinonim i pasurisë dhe njëkohësisht i suksesit. Mendohet të jetë një augur i mirë i fertilitetit të lartë. Hudhra. Hudhra në çantë ju mbron ju nga syri i keq. Në lashtësi, nuset mbanin buqeta me erza dhe hudhra në vend të luleve për të trembur dhe për të larguar shpirtrat e djallëzuar. Sugjerohet ta mbani një të tillë në çantën që ju përdorni në përditshmërinë tuaj. Jeni ndjerë ndonjëherë keq pasi një person ka ardhur në shtëpinë tuaj, keni vënë re se si gjendja juaj shpirtërore dhe humori ka ndryshuar nga njëri moment në tjetrin. Kjo sepse disa vizitorë mund t'ju sjellin energji negative në shtëpi. Ndjenja si për shembull zemërimi apo xhelozia mund të influencojnë direkt në ambientin e shtëpisë tuaj. Për të pastruar energjinë nga shtëpia juaj apo ambienti i punës, mund të përdorni disa objekte të cilat sipas filozofisë Feng Shui mund të ndryshojnë jetën tuaj. Mbajtja e një pasqyre jashtë derës kryesore të shtëpisë parandalon hyrjen e energjisë negative duke reflektuar me besnikëri gjithçka që ka përpara pasqyra ja kthen atij që drejtohet. Në këtë mënyrë negativiteti mbetet jashtë. Megjithatë, vendosja tek porta nuk është një ide e mirë sepse mund edhe të pengojë edhe hyrjen e fatit dhe pozitivitetit. Në dhomën e gjumit mos e lini asnjëherë në një pozicion që pasqyron njerëz që flenë. Në kuzhinë është mirë që ta vendosni pas sobës. Mundësisht kujdesuni që të reflektojë imazhe lulesh. Kripa e trash është e aftë që ta mbajë energjinë e mjedisit. Vendosni një gotë me krip të trashë në shtëpi dhe kështu ju do të liroheni nga negativiteti. Mundet ta vendosni edhe në një vazo transparente dhe në të vendosni disa degë të thata. Kështu mund të përdorni atë edhe si dekor. Kripa simbolizon forcën, pastrimin, rinovimin e energjisë dhe gjithashtu neutralizimin e syrit të keq. Tërfili me 4 fletë lidhet gjithmonë me fatin, përveç se simbolizon elementët e natyrës, tokën, zjarrin, ujin dhe ajrin, simbolizon edhe ciklet e plota si për shembull 4 stinët apo fazat e hënës. Sipas përvojës popullore, fati është akoma më i madh kur ju e gjeni atë rastësisht, pavarësisht faktit nëse e keni kërkuar apo jo. Mbajtja e tij në shtëpi tërheq dashurinë, pasurinë dhe bollokun, kështu nuk do të ketë hapësirë për negativitet. Syri blu mbron gjithashtu nga syri i keq. Kur vendoset në shtëpi tek dera kryesore, ai do të formojë një lloj barriere për hyrjen e energjive negative. Disa njerëz zgjedhin ta mbajnë jashtë portës, ka edhe nga ata të cilët e mbajnë në makinë ose në tryezën e punës. Ky objekt gjithashtu është në gjendje të kapë energji negative të mjedisit përreth, kështu që ka gjasa që një ditë të bukur ai të thyhet. Kjo do të thotë që e ka përmbushur rolin e tij të pastrimit. Nëse ndodh, zëvendësoheni me një tjetër. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!